Mirëmbrëma të nderuar shikues. Zgjedhja e kreut të shtetit mbetet ende një çështje e hapur për shkak të mos pajtimeve mes partive kryesore politike në vend, duke mbajtur pezull dhe formimin e institucioneve të reja. Kryediplomati Glauko Njufsa sheh gatishmëri të Lidhja Demokratike për një emër konsensual. Megjithatë, ai thotë se insistimi i Partisë Demokratike për ta marrë këtë pozitë dhe përçarjet e brendshme brenda LDK-s e bëjnë të pasigurt një marrëveshje përfundimtare. Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n dhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti. Aty janë pozicionet vjetra që i kemi pa. Edhe ato u shprehen edhe në takim me kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova. Ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga Lidhja Demokratike e Kosovës. E unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjestim me vullnetin. Sa më i madh vullneti politik, sa më shumë ke gatishmëri me bashkëpunu, edhe më shumë rritet numri i opcioneve për me gjetë zgjidhje. Kosova dhe Franca kanë nënshkruar 5 marrëveshje të reja bashkëpunimi. Dokumentet që u nënshkruan gjatë vizitës së ministrit francez të deleguar për Evropën, Benjamin Hada, përfshin mbështetjen për lojrat mesetare Prishtina 2030, bashkëpunime në arsim, drejtësi dhe financim të projekteve zhvillimore. Prishtina dhe Parisi rikonfirmuan edhe përkushtimin për afrimin e Kosovës me strukturat evropiane. 5 marrëveshje të reja që forcojnë partneritetin mes Kosovës dhe Francës u nënshkruan në kuadër të vizitës zyrtare të ministrit francez të deleguar për Evropë Benjamin Haddad. Palët nënshkruan një letër qëllimi për themelimin e Komitetit Kosovar-Francez, marrëveshjen administrative për mosimdhënien e gjuhës frënge në Kosovë, atë për ndihmë juridike të ndërsjellë në çështjet penale si dhe marrëveshjen për ekstradim. Po ashtu nënshkrua dhe marrëveshja kredis ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, e cila lidhet me financimin e projektit për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejtë dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Ministri francez Benjamin Haddad u shpreh mik i Kosovës, duke theksuar se këto marrëveshje hapin rrugë për forcimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes dy vendeve. Mbështetja që Agjencia Franceze për Zhvillim jep Kosovës është tashmë e konsiderueshme, 80 milion euro për tranzicionin energjetik dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Sapo kemi nënshkruar edhe një kredi prej 60 milion eurosh për rinovimin e kompleksit të banimit të studentëve, i cili do të shërbejë si fshati olimpik për lojrat mesdhetare. Projekti do të përfshijë gjithashtu investime në objekte sportive dhe në shkollat përreth qendrës studentore. Duke e cilësuar projektin evropian si të vetmen zgjedhje strategjike për të ardhmen e Kosovës, kryediplomati Njufsa dhe ministri francez Haddad përmbyllën një vizitë që volos një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ministri francez u prit në takim edhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka theksuar se nënshkrimi i marrëveshjeve dhe deklaratës në fushën e sportit, drejtësisë dhe arsimit është hap i rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit dhe avancimin e mëtejmë të marrëdhënieve të shkëlqyera ndërmjet dy shteteve, thuhet në njoftimin e lëshuar për medje. Kurti nënvizoi po ashtu rëndësinë e mbështetjes nga Franca në zhvillimin e infrastrukturës dhe ofrimin e ekspertizës në përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare 2030 në Kosovë. Dërsa i vlerësoi të rëndësishme për administrimin e drejtësisë dhe luftimin e krimit, marrëveshjet për ekstradim dhe për bashkëpunim të ndërsjell juridik në çështjet penale, thuhet më tutje në njoftim. Procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit po hyn në fazën më kritike.
Teksa data 16 shtator po afrohet, shefi i diplomacisë kosovare Glau Konjufca ka kujtuar rëndësinë e pastërtisë së luftës çlirimtare, duke potencuar se partneriteti UÇK-s me NATO-n dëshmon misionin e saj për ndaljen e gjenocidit serb. Zëvendës kryeministri dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjufca u ka bërë thirrje dhomave të specializuara në Hagë që vendimi ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të bazohet në drejtësi dhe jo në procese politike. Konjufca rikonfirmoi karakterin e drejtë të luftës, duke mos anashkaluar as mbështetjen perëndimore. Lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë. Kishte qenë luftë kriminale. Kur nuk do ta kishte marrë mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare. Këtë mbajnë me. Nuk ka mundësi një luftë kriminale mu mbështet për Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej Britanisë të Madhe, prej Gjermanisë e prej Francës. Legitimitetin ndërkombëtar që gërshetohet me partneritetin dhe trajnimin e ushtarëve të UÇK-s nga oficerët e NATO-s, mbesin pikat kyçi që Konjufca nënvizoi si dëshmi se UÇK-ja ishte aleat e botës demokratike. Ushtria jonë i ka kontribuar ndaljes gjenocidit Miloševićit. Kjo është kuptimi i luftës së UÇK-s. E të gjithë të akuzuarit në Hagë i kanë kontribu këtij qëllimi. E kjo drejtësia, nëse vendoset me drejtësi, vendoset kështu. E ne nuk dëshirojmë si popull, bile do të ishim shumë të revoltuar, nëse vendimin nuk është me drejtësi, po është vendim politik. Ky vendim i gjykatës speciale, i cili pritet të shpallet me 16 shtator 2026, do të jetë një moment kthese për historinë e re të Kosovës, ku përveç fatit të krerëve të UÇK-s peshohet edhe pastërtia e luftës çlirimtare përballë drejtësisë ndërkombëtare. Deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka ndërmarrë një nismë të re institucionale, duke dorëzuar një projekt rezolut për verifikimin e krimeve të kryera në Kosovë të bazuar në gjykimet e Tribunalit të Hagës. Donse është vetëm një zë, i kërkon hapje në një debati parlamentar për të adresuar gjuhën dominuese të urrejtjes dhe heshtjen e Beogradit zyrtar ndaj thirrjeve publike për spastrim etnik të Kosovës. Sipas tij, politika aktuale, presidentit Aleksandar Vučić po e çon rajonin drejt destabilizimit dhe bie ndesh me interesat e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për rihapjen e shqyrtimit gjyqësor në rastin e Milorad Djokovicit, i akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare. Ky hap procedural vjen pasi trupi gjykues vlerësoi se nuk janë shëruar gjitha mundësitë për sigurimin e deklaratës së dëshmitares Nurie Krasniqi, e cila nuk u gjet në Institutin për krimet e luftës. Djokovic akuzohet se gjatë viteve 98-99 si pjesëtar i forcave serbe në osdrim të Pejës dhe fshatrat përreth ka marrë pjesë në vrasje, rrahje, tortura dhe dëbime masive të civilëve shqiptar. Procesi gjyqësor për sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepencit ka vazhduar me dëshmitë e zyrtarëve dhe ekspertëve kyç, duke zbardhur detaje të reja nga këtë akuza e prokurorisë. Ky proces po zhvillohet ndaj 3 akuzuarve për terrorizëm, spionazh dhe dëmtim të infrastrukturës kritike në kanal, duke shkaktuar dëme materiale dhe duke rrezikuar sigurinë kombëtare. Gjatë vazhdimit të gjykimit për sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepencit, drejtori i Departamentit të Ujit dhe Gjenerimit Ernest Kërçeli dëshmoi mbi përmasat e dëmit, duke theksuar se ndërhyrjet e shpejta parandaluan një katastrofë financiare prej miliona eurosh për vendin. Ndalja me njëhershme e termocentralit B shkakton pasojat mëdha në infrastrukturën e tënd. Po damet ishin qenë edhe të mëdha në anën infrastrukturore të Kekut. Damet kishin me qenë milionëshe. Çdo ditë që këshmi mujt me u vënu, damet ishin rrit milion dhe mbi milion. Pos rreziku të lartë financiar, Kërçeli dëshmoi edhe mbi pasojat e sulmit terrorist për infrastrukturën ujore, duke theksuar rëndësinë etike të kanalit për furnizimin me ujë të qytetarëve, industrisë dhe sistemit të gjenerimit të energjisë.
Gjatë seancës së sotme dëshmoi edhe drejtori i Departamentit për Kimi dhe Biologji në Agjencinë e Kosovës për Forenzik, Fatmir Ademi, i cili para trupit gjykues prezantoi analizat shkencore të mostrave të mbledhura në vendin e shpërthimit. Në dëshmin numër Tarab 4, e që është përshkruar një fitil kablëndezës me gjatësi rreth 9 metra, gjatë kontrollimit manual, ne kemi vërejtur shenjat e personit me shifrën SNE, përkatësisht Jovan Vicentijevic. Prej 24 lëkuseve të gjeneve që i kem analizu, 24 kanë qenë, ne shenjat e SNE-shit e kemi gjetë në 20 vende. Dëshmia e ekspertit të forenzikës, Fatmir Ademi, do të vazhdojë të martën me 28 korrekt, ku ai do të përgjigjet pyetjeve të mbrojtjes së të akuzuarve. Jovan Vicentijevic, Dragisha Vicentijevic dhe Igor Dimovic akuzohen për terrorizëm, spionazh dhe dëmtim të infrastrukturës kritike në kanalin e Ibër Lepenzit, në varak të Zubin Potokut, ngjarje që ndodhi më 29 nëntor të vitit 2024. Sipas prokurorisë, të akuzuarit vendosen 20 kg TNT që shkaktojnë mbi 376.700 euro dëme, ndërpreu furnizimin me ujë dhe rrezikoi prodhimin e energjisë.